Në një apartament të vogël në periferi të Tiranës, ku dritarët hidheshin mbi rrugët e qeta të lagjes, Arbeni ndjej gjithmonë i shqetësuar për gjërat që nuk i shihte. Jetonte me gruan e tij dhe bebin e tyre 3 muajsh, Erioni, një foshnjë i qetë, me sy të mëdhenj dhe buzëqeshje që i rridhnin menjëherë zemrën. Por foshnjët kërkojnë kujdes të vazhdueshëm, dhe kur prindërit punonin gjatë gjithë ditës, kjo mbështetje i duhej siguruar nga një dado e jashtme. Dadoja, një grua rreth të 50-tave, me një buzëqeshje të qetë dhe fjalë të ngrohta, duke e përgatitur për detyrën. Por Arbeni kishte vërejtur gjëra të vogla që e shqetësonin, një shikim të çuditshëm her pas here, një buzëqeshje që nuk përputhej me situatën, ose mënyrën si lëvizte në apartament, si të ishte e vetëdijshme që po e shikonte dikush. Ai ishte njeri i matur dhe racional, por ndonjëherë dyshimi mund të rritet më shpejt kur bëhet fjalë për jetën e një foshnje. Pas disa javësh dyshimit të ngadalt, vendosi të marrë një masë drastike, do të vendoste një kamerë të fshehtë në dhomën e Erionit. Kamera ishte e vogël, pothuajse e padukshme, dhe transmetonte çdo lëvizje drejt telefonit të tij. Ai e vendosi natën, kur Dadoja kishte përfunduar punën dhe kishte dalë për pak ajër. Kur u kthye në mëngjes, gjithçka dukej normale. Erioni ishte zgjuar, qeshte dhe lëvizte me lodrat e tij të vogla, dhe Dadoja po përgatitej për mëngjes. Arbeni ndjeu një lehtësim të përkohshëm, por tensioni nuk kishte ikur. Ai filloi të shikonte regjistrimet e natës. Fillimisht pamjet ishin të zakonshme, foshnja që lëvizte në krevat, Dadoja që kontrollonte qetësinë e tij, rregullonte mbulesat dhe i jepte shishe me qumsh kur foshnja kërkonte. Por pastaj, rreth 2 orë pas mesnatës, ajo bëri diçka që shtangu. Dadoja ul pranë krevatit të Erionit, foli me një zë të ulët dhe të përmbajtur, diçka që Arbeni nuk e kuptonte. Nuk ishte shqip, as gjuhë tjetër që mund të identifikonte. Ajo tunte lehtë dorën e vogël të foshnjës, sikur t'i thoshte diçka të fshehtë, dhe pastaj vendosi një send të vogël pranë jashtëkut të tij. Zemra e Arbenit filloi të rrihte me shpejtësi. Ditët kalonin dhe ai vazhdonte të shikonte regjistrimet. Çdo natë, Dadoja kishte sjell diçka të re, një lëvizje shpejt, një shikim në kamerë sikur ta ndjente apo një fjalë të thënë për foshnjën që ai nuk mund ta kuptonte. Çdo ditë Arbeni ndjehej më i friksuar, më i lidhur me një mister që nuk mund ta shpjegonte. Gruaja e tij nuk dyshonte asgjë, ajo mendonte se Arbeni ishte i ngarkuar nga puna dhe stresuese, por nuk mund të dinte se çfarë po ndodhte pas mureve të dhomës së vogël të foshnjës. Një pasdite, pasi ishte kthyer nga puna, Arbeni u ul pranë tavolinës së kuzhinës me laptopin hapur, duke shikuar regjistrimet e natës së kaluar. Ai ndjeu një dridhje të brendshme kur pamjet treguan Dadon duke folur me një zë të ulët përsëri, por kësaj radhe ajo ngjori një cop letre dhe e mbajti pranë fytyrës së foshnjës. Në letër kishte simbole të çuditshme, të ngjashme me ato që shihte vetëm në librat e vjetër ose në filma të misterit. Një ndjesje e çuditshme mbushi dhomën e tij, përzierje frike dhe kurioziteti që e bënte të ndiejej pa fuqishëm, por i detyruar të shikonte çdo sekond. Dhe atë natë ndodhi gjëja që nuk e priste kurrë. Kamera regjistroi Dadon duke bërë diçka që do të shokonte çdo njeri. Ajo ul pranë foshnjës, e mbajti dorën e vogël të Erionit dhe foli përsëri me ato fjalë të pakuptueshme. Pastaj, me një lëvizje të shpejtë dhe të qetë, ajo ngjori nga çanta një objekt të vogël që shkëlqente në dritën e dobët të natës, dhe e vendosi pranë foshnjës, sikur të ishte e vetëdijshme që dikush po e shikonte. Arbeni nuk mund të lëvizte, nuk mund të bërtiste. Zemra i rrite si të donte të dilte nga kraharori. Ai nuk kishte imagjinuar kurrë se ajo që kishte filluar si një dyshim i vogël do të çonte në këtë moment, ku realiteti dhe frika ishin të përzierë, dhe çdo vendim i mëparshëm dukej si një gabim fatal. Kjo ishte vetëm fillimi i një misteri që do ta shoqëronte për javë të tëra, ku çdo natë, çdo lëvizje dhe çdo shikim i Dados e bënte të dyshonte se ndodhte diçka më e madhe se sa mund të kuptonte. Nuk ishte thjesht frikë për foshnjën e tij, ishte ndjenja se diçka e padukshme po i prekte jetën në mënyra që nuk mund t'i shpjegonte. Ditët kalonin dhe Arbeni ishte bërë gjithnjë më i zymt. Çdo herë që shikonte foshnjën e tij të vogël, një ndjesje e çuditshme e përziente me dashurinë e pafund. Ai nuk mund ta shpjegonte pse ndjente një frikë të fshehtë, por gjithmonë ndishte një ndjenjë se diçka po ndodhte pas mureve të dhomës së vogël. Ai kishte filluar të shikonte regjistrimet çdo natë, zakonisht rreth 2 orë para se të flinte vetë, duke u përpjekur të mos humbas asnjë detaj. Një mbrëmje, rreth mesnatës, pamjet treguan Dadon duke lëvizur qetësisht nëpër dhomë. Ajo ngriti dorën e foshnjës dhe foli me zë të ulët, sikur të fliste me një të huaj që Arbeni nuk mund ta kuptonte. Për një moment, ajo u kthye drejt kamerës, dhe Arbeni ndjeu një shtrëngim në zemër, duke sikur ajo e dinte se po e shikonte. Ai filloi të ndjente panik, por nuk mund të hiqte syt. Dadoja ngjori përsëri ato objekt të vogël që shkëlqente dhe e vendosi pranë foshnjës, duke e shtrënguar dorën e vogël të Erionit. Një dridhje i kaloi krahët Arbenit. Nuk ishte thjesht frikë,
ishte një ndjenjë që I thoshte se kjo nuk ishte e zakonshme. Ditën tjetër, ai vendosi të fliste me gruan e tij për shqetësimet e tij, por nuk dinte si të fillonte. A mendon se diçka nuk shkon me Dadon? Pyeti ai, duke përtypur fjalët me vështirësi. Gruaja e tij u shtrëngua dhe buzëqeshi. Arben, nuk ka asgjë që nuk shkon. Erioni është I lumtur dhe ajo është e kujdesshme. Po ta shqetëson, ndoshta po imagjinon gjëra. Por Arbeni nuk mund të ndalej. Ai e kuptonte se diçka e pazakontë po ndodhte, diçka që nuk mund ta shpjegonte. Kështu, një natë tjetër, vendosi të përpiqej të merrte më shumë informacion. Ai futi një mikrofon të vogël pranë krevatit dhe e mbajti laptopin afër, duke shikuar çdo gest, çdo lëvizje të Dados. Ajo natë ishte e ndryshme. Dadoja lëvizi shumë më qetësisht, pothuajse sikur të ishte një hije. Ajo foli përsëri me zë të ulët, dhe foshnja dukej se e kuptonte, duke tundur lehtë dorën. Por pastaj, pa pritur, ajo e ngriti foshnjën në krah dhe filloi të lëvizte përreth dhomës, sikur të performonte një ritual të fshehtë. Arbeni ndiej sikur të ishin në një film të çuditshëm, çdo gjest I Dados ishte I saktë, I planifikuar, dhe çdo tingull I foshnjës I binte në mënyrë që të përshtatej me atë që ajo po bënte. Ai filloi të ndjejë diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, një përzierje frike dhe hipnotizimi. Çdo natë, ajo bëri gjëra të ngjashme, duke u rritur misteri dhe dyshimi. Arbeni vendosi të kërkonte këshilla nga një mik I tij që punonte në fushën e sigurisë dhe teknologjisë, por pa përmendur foshnjën. Ai I tregoi për kamerën dhe mikrofonin dhe për sjelljet e çuditshme të Dados. Miku I tij këshilloi: "Ndoshta nuk është thjesht paranoje, por nuk duhet ta lësh pa monitoruar. Diçka mund të mos jetë normale." Një mbrëmje tjetër, Arbeni vendosi të hyjë në dhomën e foshnjës gjatë natës për të parë me sytë e tij. Ai u fsheh pas derës, dhe atë që pa e mbajti frymën, Dadoja kishte vendosur foshnjën në krevat dhe filloi të vizatonte me gishta mbi një letër të vogël simbole që duken sikur kishin kuptim mistik. Ajo foli përsëri me një zë të ulët, duke përsëritur fjalë që Arbeni nuk mund t'i kuptonte. Foshnja duke I qetë, por sytë e saj ndiqnin çdo gjest. Ai ndjeu se nuk mund të qëndronte më indiferent. Kjo nuk ishte thjesht kujdes për foshnjën, diçka po ndodhte që I tejkalonte të gjitha ato që mund të imagjinonte. Dadoja kishte diçka në plan, dhe Arbeni e dinte se duhet të zbulojë se çfarë ishte para se të ishte tepër vonë. Pas disa ditësh monitorimi, ai filloi të vërej një model, çdo herë që të afrohej ora 2 e natës, Dadoja kryente ritualin e saj të çuditshëm. Objekti I vogël që nxirrte gjithmonë shkëlqente në dritën e dobët, dhe foshnja dukej sikur ndjente prani të diçkaje të huaj. Arbeni filloi të përballej me dilemë, të konfrontonte direkt Dadoën ose të kërkonte ndihmë profesionale. Por çdo mundësi dukej e rrezikshme, sepse ai nuk donte të lëndonte foshnjën. Një natë, pa pritmas, kamera regjistroi një moment që do të ndryshonte gjithçka. Dadoja mbante foshnjën në krah dhe e shtrëngonte fort, ndërsa thoshte fjalë të pakuptueshme. Pastaj, pa pritur, ajo u kthye dhe ngriti syt drejt kamerës, sikur ta kishte ndjerë Arbenin. Ai ndjeu një shok të thellë në shpirt. Nuk ishte vetëm frikë, ishte diçka që shkaktoi një ndjenjë të fortë të kërcënimit, një ndjesi se ajo e dinte se po shikohej dhe se diçka e errët po afrohej. Ditët kalonin dhe Arbeni nuk kishte pushim. Çdo mëngjes, sytë e tij të lodhur fillonin ditën, duke kontrolluar gjendjen e foshnjës. Erioni ishte I qetë gjatë ditës, por natën, çdo gjest I Dados bëhej më I çuditshëm. Arbeni ndjente një tension të padurueshëm, çdo sekondë shikimi të regjistrimeve rrite frikën, por ai nuk mund të hiqte sytë. Një mbrëmje, pasi gruan e tij e kishte dërguar tek një mikesh për disa orë, ai vendosi të qëndronte fshehur në dhomën e foshnjës, duke u mbuluar me batanie dhe duke e parë çdo gjest të Dados nga një cep I dhomës. Kur ora afrohej në 2 të natës, ajo filloi të lëvizte me qetësi, duke mbajtur foshnjën në krah dhe duke folur me ato fjalë të pakuptueshme. Por atë natë, ajo bëri diçka krejt të papritur, ngriti foshnjën dhe e mbajti përballë saj, pastaj filloi të bënte një lëvizje të ngadalt, rrethore, sikur ta rrotullonte foshnjën mbi një hartë të padukshme në ajër. Arbeni ndjeu një ftosësi të thellë që I kaloi shpinën. Zemra I rrite shpejt dhe duart I dridheshin, por nuk mund të hiqte sytë. Ai regjistroi çdo detaj në mendjen e tij, mënyrën si Dadoja përshkruante figurat e ajrit me gishta, si dukeshin sytë e foshnjës që ndiqnin çdo lëvizje. Ishte një ritual që dukej I strukturuar, I përsëritur, por që nuk kishte kuptim të zakonshëm. Dita tjetër Arbeni vendosi të fliste me një mik që kishte përvojë me psikologji dhe sjellje të dyshimta të rriturve që punonin me fëmijë. Ai tregoi çdo detaj, çdo simbol, çdo lëvizje të Dados, dhe miku I erdhi një tronditje. Kjo nuk është thjesht sjellje e pazakontë. Ajo mund të jetë e aftë për manipulime, ndoshta më shumë se sa ti mendon. Foshnja është shumë e vogël dhe I brisht, çdo ndikim mund të jetë I rrezikshëm. Arbeni nuk donte të mendonte për atë, por nuk kishte rrugdalje.
Ai filloi të planifikonte një mënyrë për të zbuluar të vërtetën pa rrezikuar jetën e foshnjës. Vendosi të vendoste një kamera më të vogël, më të fshehtë, këtë herë në një kënd të dhomës që Dadoja nuk mund ta shihte, dhe një mikrofon të fshehtë në krevat. Ai ishte gati të shikonte çdo gest të saj deri në fund. Një natë tjetër, pamjet e kamerës treguan diçka që e tronditi Arbenin. Dadoja kishte ulur foshnjën në krevat dhe filloi të vendoste mbi të objekte të vogla që shkëlqenin njëri pas tjetrit. Ajo foli përsëri me zë të ulët, duke përsëritur fjalë që nuk kuptoheshin. Por ajo që mori frymën Arbenit ishte mënyra se si foshnja reagoi, ndonse ende e vogël ajo tunde lehtë dorën dhe këmbët sikur të kuptonte mesazhin ose të ndiqte një ritëm që Arbeni nuk mund ta shpjegonte. Ai filloi të kuptonte se diçka po ndodhte që nuk ishte normale. Nuk ishte thjesht kujdes i mirë, ajo po komunikonte me diçka që nuk ishte e dukshme për të. Ai ndjeu një ndjenjë të frikshme, nuk mund ta kontrollonte situatën, por as nuk mund të lejonte që foshnja të dëmtojë. Ditën tjetër, Arbeni vendosi të flas hapur me gruan e tij. Duhet ta largojmë Dadon, tha ai, zëri i tij i ngurtë. Gruaja e tij u trondit, po pse? Çfarë ke parë? Arbeni tregoi çdo gjest, çdo simbol, çdo moment që e kishte friksuar. Ajo fillimisht u hapit, pastaj pa seriozitetin në sytë e tij, dhe kuptoi se nuk ishte paranoje. Vendosën që do të vëzhgonin situatën dhe do të bënin një plan për të ndaluar çdo rrezik. Në netët që pasuan, Arbeni kishte vendosur të mos vepronte menjëherë, por të mbikëqyrte çdo gjest të Dados. Ajo vazhdonte ritualet e saj, por tani me një ndjesi se dikush po e vëzhgonte, duke u bërë më e kujdesshme. Arbeni filloi të kuptonte se ajo nuk ishte thjesht një grua që kujdesej për foshnjën, ajo kishte njohuri një plan dhe një synim që nuk mund ta shpjegonte. Një natë ajo ul pranë foshnjës, foli dhe ngriti dorën mbi kokën e tij, duke lëvizur një simbol të vogël mbi fytyrën e tij. Arbeni ndjeu se diçka po ndodhte që mund të kishte pasoja serioze. Ai e kuptoi se kishte mbetur pak kohë për të vepruar dhe duhet të merrte një vendim, të përballej me Dadon ose të kërkonte ndihmë profesionale menjëherë. Çdo minutë që kalonte, tensioni rritej. Ai filloi të ndjente një shqetësim të thellë dhe të pashpjegueshëm, një ndjenjë se ato net nuk ishin thjesht çastet e një kujdestarie, ato ishin pjesë e diçkaje më të madhe, misterioze dhe të frikshme. Një mbrëmje, Arbeni vendosi se nuk mund të duronte më. Ai nuk mund të shikonte foshnjën e tij të pafajshme të ekspozuar ndaj atyre gjesteve të çuditshme dhe të mistershme të Dados, që nga momenti që ajo kishte ndier kamerën e fshehtë, sjellja e saj ishte bërë edhe më e kujdesshme, por edhe më intensive, më ritualistike. Kur ora afrohej në 2 të natës, Arbeni u fsheh prapa derës së dhomës së foshnjës. Ai kishte vendosur të përballej me të. Zemra e rritë fort, duart i dridheshin, por mendimi për foshnjën i jepte kurajo. Dadoja ul pranë foshnjës, mbajti dorën e tij të vogël dhe foli përsëri me ato fjalë të ulëta të pakuptueshme. Foshnja ndiqte çdo gjest me sytë e hapur, duke tundur dorën sikur të kuptonte. Por atë çast, Arbeni hapi derën dhe tha me zë të fortë: "Çfarë po bën?" Dadoja u ngrit menjëherë, befasuar, por pa panik. Ajo e mbajti foshnjën më afër trupit dhe u kthye drejt tij me sy të ftohtë. "Mos u shqetëso," tha ajo me një zë të qetë, por të vendosur. "Unë kujdesem për të. Unë po shoh gjëra që nuk i kuptoj. Objektet, fjalët, çdo natë rituale të çuditshme. Foshnja është e vogël, nuk mund ta shpjegosh këtë," tha Arbeni, duke përpiqur të mos humbas kontrollin. Dadoja buzëqeshi lehtë dhe për një çast u duk sikur Arbeni ndjeu një ftohtësi që i kaloi shpinën. "Ti mendon se nuk e di, por kjo është më shumë se sa kujdes. Nuk e kupton akoma," tha ajo. Arbeni ndjej i humbur. Nuk kishte ide se çfarë donte të thoshte, por ndjeu se ajo kishte njohuri të thella, diçka që e tejkalonte çdo kujdestari normale. Ai vendosi të mos largohej. Ai duhej të kuptonte të vërtetën. Dadoja vendosi foshnjën përsëri në krevat dhe filloi të nxirrte ato objekte të vogla që shkëlqenin. Ai mundi të shihte simbole të ngjashme me ato që kishte parë në librat e vjetër, në filma misterios apo dokumentar për rituale të lashta. Ai nuk mund ta besonte. "Çfarë po ndodhte këtu? Pse po bën këtë?" pyeti Arbeni me zë të ulët, por të vendosur. Ajo u qetësua dhe u ul në koltuk pranë tij. "Çdo foshnjë ka energjinë e vet. Disa njerëz nuk e kuptojnë, por ajo është e veçantë. Jam këtu për ta mbrojtur dhe për ta përgatitur për atë që vjen," tha ajo, duke e mbajtur foshnjën me kujdes. Arbeni u trondit. "Çfarë do të thotë ajo që vjen? Çfarë po i mëson foshnjës?" Dadoja buzëqeshi lehtë, sikur diçka që ai nuk mund ta kuptonte. "Ti nuk je gati ta shohësh, por shiko me kujdes dhe do kuptosh më vonë." Ai e kuptoi atë çast se nuk ishte thjesht një kujdestare e zakonshme, ajo kishte një plan, një qëllim që e kalonte të kuptuarit e tij. Por një pjesë e tij nuk mund të lejonte të rrezikonte foshnjën.
Arbeni mori frym thellë dhe vendosi që të vepronte me kujdes, duke monitoruar çdo natë, çdo lëvizje dhe duke menduar se si të mbrojë dhe të mbrojtë foshnjën. Dadoja, ndërkohë, vazhdonte të sillet normal ditën të qeshur të ngrohtë, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por Arbeni e dinte se pas asaj qetësie, kishte një mister të thellë. Ai nuk mund të qëndronte i pafuqishëm më gjatë. Një plan duhet të ndërmerrej, një plan që do të siguronte sigurinë e foshnjës, por që gjithashtu do të zbulonte të vërtetën për atë që ndodhte në netet e fshehta. Dhe kështu, një kapitull i ri i jetës së tyre fillonte, një betejë midis dijes dhe misterit, midis dashurisë dhe frikës, një rrugë ku çdo vendim mund të kishte pasoja të paparashikueshme, por ku Arbeni duhej të vepronte për foshnjën e tij, pa marrë parasysh se sa e rrezikshme ishte. Ditët pas konfrontimit të natës së kaluar ishin të mbushura me ankth. Arbeni nuk flinte mirë, çdo zhurmë e vogël në apartament e bënte të dridhej. Foshnja ishte e qetë gjatë ditës, por ai e dinte se diçka po ndodhte natën, kur vetëm Dadoja dhe ajo energji e çuditshme ishin prezent. Një mbrëmje, kur apartamenti ishte i qetë, Arbeni vendosi të vepronte më radikal. Ai kishte vendosur kamera shtesë dhe mikrofon të fshehtë në dhomën e foshnjës, për të mos humbur asnjë detaj. Ai nuk mund të rrinte më pasiv, diçka po ndodhte që kërkonte të kuptohej menjëherë. Kur ora u afrua në 2 të natës, Dadoja hyri në dhomë, mbante foshnjën në krah dhe filloi të fliste me zë të ulët. Por atë natë, ajo bëri një gjest që e tronditi Arbenin më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo ngjori një objekt të vogël të mbushur me figura të çuditshme, që dukej si një lodër, por e mbushur me simbole që Arbeni i njihte nga librat mistik. Ajo e vendosi pranë foshnjës dhe filloi të vizatonte me gishta mbi fytyrën e tij një model, që dukej indikuar nga energji të pakuptueshme. Ai ndjeu një dridhje të ftohtë që i kaloi shpinën. Nuk ishte thjesht frikë, ishte një ndjesje thellë, sikur diçka e errët po përpiqej të lidhej me foshnjën e tij. Zemra i rrite fort, por ai nuk mund të ndërhynte. Dadoja u kthye drejt kamerës dhe për një çast, sytë e saj ishin të thellë dhe të ngjashëm me ato të një personi që di më shumë se çfarë do njeriu normal. Arbeni e kuptoi atë çast se ajo nuk ishte thjesht një kujdestare, ajo kishte njohuri dhe aftësi që tejkaloni çdo perceptim njerëzor. Pas disa minutash, ajo ul përsëri dhe foli me një zë të ulët, sikur t'i jepte një mesazh foshnjës. Arbeni e kuptoi se çdo gjest ishte i strukturuar, çdo lëvizje kishte kuptim, dhe çdo fjalë që ajo thoshte kishte një ndikim mbi energjinë e foshnjës. Ai filloi të ndjente një ndjesi të papërshkrueshme, një kombinim frike, kurioziteti dhe ankthi që i thyente zemrën. Ai kuptoi se nuk mund të rrinte më i heshtur. Foshnja ishte e pafajshme, e brisht, dhe çdo ndikim i gabuar mund të kishte pasoja. Ai vendosi të ndërhynte, por me kujdes maksimal. Hapi derën dhe tha: "Ndalo, çfarë po bë me foshnjën time?" Dadoja shikoi për një çast, pastaj buzëqeshi qetësisht, por sytë e saj ishin ftohtë dhe të vendosur. "Ti nuk kupton ende," tha ajo. "Unë po e përgatis për atë që do të vijë. Nuk është vetëm kujdes, është më shumë se kaq." Arbeni ndjeu një tension të papërshkrueshëm. Ai nuk e dinte nëse ajo po fliste për diçka të mirë apo të keqe. Por ai e dinte një gjë, foshnja duhet të mbrohej, dhe çdo veprim duhet të merrej me shpejtësi. Ai u përpoqë të merrte objektin nga duart e Dados, por ajo e mbajti fort, duke bërë një lëvizje të shpejtë që e shtangu. Në këtë moment, Arbeni kuptoi se nuk ishte thjesht një betejë për të kuptuar misterin, ishte një betejë për jetën dhe sigurinë e foshnjës. Ai filloi të bërtiste për ndihmë, ndërsa Dadoja u përpoqë të qetësonte situatën. Por tensioni ishte i padurueshëm. Çdo lëvizje, çdo fjalë kishte rëndësi. Ajo natë përfundoi me Arbenin duke qëndruar pranë foshnjës, duke mbajtur fort, dhe me Dadon që u largua në heshtje, pa folur më shumë. Por Arbeni e dinte se ky ishte vetëm fillimi. Misteri nuk ishte mbaruar, dhe çdo natë që vinte do të sillte më shumë tension dhe rrezik. Ai vendosi të kërkonte ndihmë nga një ekspert i sjelljeve të dyshimta, dikush që mund të kuptonte ritualet e çuditshme dhe simbolet që Dadoja përdorte. Arbeni ishte i vendosur. Ai nuk do të lejonte që foshnja e tij të ishte viktime diçkaje që nuk mund ta shpjegonte, dita kishte ardhur me një qetësi të rreme. Arbeni nuk kishte fjetur asnjë natë mirë që nga konfrontimi i fundit. Ai vendosi të mos rrinte më pasiv. Kishte planifikuar ta ndiqte Dadon dhe ta kuptonte sekretin që fshehte kaq shumë net rresht. Kur nata erdhi, Arbeni vendosi të gjitha kamerat dhe mikrofonet e fshehtë në dhomën e foshnjës, duke u siguruar që çdo lëvizje të regjistrohej. Ai fsheu laptopin afër dhe qëndroi pas derës, i përgatitur të ndërhynte në çdo moment. Dadoja hyri në dhomë, e qetë si zakonisht, por këtë herë kishte një ndjenjë të ndryshme në ajër. Ajo mbajti foshnjën në krah dhe filloi të fliste me zë të ulët, por simbolet dhe objektet që nxori nuk ishin thjesht rituale, ato dukeshin si pjesë e një mësimi, një transmetimi të diçkaje më të madhe, një energjie që nuk i përkiste botës së zakonshme. Arbeni ndjehej i tronditur.
Ai filloi të regjistrojë çdo detaj në mendjen e tij, mënyrën si ajo vizatonte simbole në ajër mbi foshnjën, si fjalët e saj ishin të përsëritura dhe të strukturuara, dhe si foshnja dukej sikur e kuptonte çdo gjest. Ai kuptoi diçka që e friksoi, kjo nuk ishte thjesht kujdes, por një formë e trajnimit të fshehtë që ai nuk mund ta kontrollonte. Kur ajo u kthye dhe e pa Arbenin, buzëqeshja e saj u bë më e ftohtë, më e vendosur. Unë e di se po më shikon. Por është koha që ti të kuptosh, tha ajo. Arbeni ndjeu një ndjesi të fortë në shpirt. Ajo nuk po fuste foshnjën në rrezik fizik, por po lidhe me diçka të papërshkrueshme, të pazakontë. Ai nuk mund të kuptonte plotësisht, por diçka i thoshte se kjo lidhej me një aftësi të jashtëzakonshme të Dados, diçka që i tejkalonte kufijtë e zakonshëm të kujdestarisë. Ai vendosi të ndërhynte, por me kujdes maksimal. U afrua ngadalë dhe tha: "Unë nuk e di çfarë po bën, por foshnja ime është e rëndësishme për mua. Ti nuk ke të drejtë ta dëmtoj në asnjë mënyrë." Ajo buzëqeshi, sikur të kuptonte çdo ndjesi të tij. Asnjëherë nuk e kam rrezikuar, por nuk kupton ende fuqinë e saj. Foshnja ka energji që duhet të kuptohet dhe të trajnohet. Unë jam këtu për ta mbrojtur dhe për ta udhëhequr drejt diçkaje më të madhe. Arbeni e kuptoi atë çast se ajo nuk po bëhej e keqe, por përdorte aftësi që nuk i përkisnin botës së zakonshme. Një pjesë e tij u trondit nga kjo, por një tjetër pjesë kuptoi se ajo mund të jetë rruga e vetme për të mbrojtur foshnjën nga diçka më e madhe që nuk mund ta shihte ende. Ai vendosi të bashkëpunonte, por me masa strikte, do të monitoronte çdo gjest, çdo ritual, çdo objekt dhe do të ndërhynte vetëm në rast se foshnja ishte në rrezik. Kjo ishte linja e tij e kuqe. Ditët dhe netët e ardhshme u bën një rutinë misterioze. Arbeni shikonte, mësonte dhe filloi të kuptonte pjesë të ritualeve dhe simboleve që Dadoja përdorte. Ai filloi të shihte një model, një mësim të fshehtë që ajo po përpiqej t'i transmetonte foshnjës. Një pjesë e tij ishte friksuar, por një pjesë tjetër filloi të kuptonte fuqinë e saj dhe rëndësinë e asaj që po ndodhte. Një natë, Dadoja i tha një fjalë që ndryshoi gjithçka. Kur koha të vijë, ti do të kuptosh pse bëra gjithçka. Nuk është frikë, është përgatitje. Arbeni ndjeu një qetësi të pazakontë. Ai nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas, por kuptoi diçka thelbësore. Kjo nuk ishte thjesht kujdestari, kjo ishte një rrugë e fshehtë drejt një fuqie të padukshme që mund të përfitonte foshnja e tij në të ardhmen. Ai mori frymë thellë, duke mbajtur foshnjën në krah dhe duke kuptuar se misteri ishte i madh, por që ai do ta përballonte për të mbrojtur dhe për të kuptuar atë që ndodhte. Ditët pas misterit të fshehtë të Dados ishin të mbushura me ankth dhe pasiguri. Arbeni ndjej i kapur midis dashurisë për foshnjën dhe frikës nga ajo që nuk kuptonte. Por tani ai ishte më i përgatitur, kishte vëzhguar çdo natë, kishte regjistruar çdo gjest dhe kishte filluar të kuptonte modele dhe rituale që Dadoja përdorte. Një natë, ajo bëri diçka që detyroi Arbenin të ndërhynte përfundimisht. Ajo ngriti foshnjën dhe nxori objektin e vogël të mbushur me simbole që ai kishte parë tashmë shumë herë. Por këtë herë ajo foli më qartë, me një ton që dridhi dhomën. "Është koha që të kuptosh gjithçka," tha ajo. Arbeni, duke ndjerë një kombinim frike dhe kurioziteti, e pyeti: "Çfarë po bën? Çfarë kuptimi kanë këto gjëra?" Dadoja buzëqeshi, një buzëqeshje e ngrohtë, por e thellë. "Çdo foshnjë ka një energji të veçantë. Ti e sheh vetëm pamjen e jashtme, por ajo ka dhuratë që shumë nuk e kuptojnë. Unë nuk jam thjesht kujdestare, unë jam udhëheqëse. Ky ritual është për ta mësuar të kuptojë dhe të përdor fuqinë e saj brenda botës që po vjen." Arbeni ishte i tronditur. Ai nuk mund të besonte fjalët që dëgjonte. Nuk ishte diçka e zakonshme, ishte më shumë se çfarë racioni mund të shpjegonte. Ai ndjeu një dridhje të thellë në shpirt. Foshnja e tij nuk ishte thjesht një fëmijë e vogël, por kishte potencial të jashtëzakonshëm, dhe Dadoja kishte njohuri të mistershme për ta udhëhequr atë. "Por kjo është e rrezikshme. Çfarë ndodh nëse gabon?" tha Arbeni, duke u përpjekur të kontrollonte panikun. Ajo ul pranë tij dhe vendosi dorën mbi kraharorin e tij. "Rreziku është pjesë e mësimit, por pa udhëheqje të duhur, fuqia mund të humbas drejtimin. Unë jam këtu për ta mbrojtur dhe për ta përgatitur. Nuk ka dëm, vetëm drejtim." Ai filloi të kuptonte. Të gjitha gjestet, simbolet, ritualet e natës nuk ishin për ta dëmtuar foshnjën, por për ta mësuar, për ta përgatitur për diçka që do të vinte më vonë, një botë që Arbeni nuk mund ta shihte ende. Arbeni mori frymë thellë. Ai ndjeu lehtësim dhe një qetësi që nuk e kishte ndjerë prej javësh. Ai kuptoi se misteri nuk ishte i kërcënueshëm, por ishte një proces për të forcuar dhe mbrojtur foshnjën e tij në një mënyrë që ai nuk mund ta kuptonte plotësisht. Dadoja e mbajti foshnjën për një çast të gjatë, duke i folur me ato fjalë të ulëta, dhe pastaj e vendosi përsëri në krevat. "Tani kupton," tha ajo. "Çfarë nuk mund ta shohësh ende, ajo do ta përdor një ditë për të bërë mirë." Arbeni u qetësua.
Ai nuk e kuptonte të gjithë procesin, por besonte. Besimi I tij nuk vinte nga shpjegimi racional, por nga fakti që çdo veprim I Dados kishte qenë I kujdesshëm dhe I strukturuar për të mbrojtur dhe për të udhëhequr foshnjën. Ai e pa foshnjën, që qeshte e qetë në krevatin e saj, dhe ndjeu një dashuri edhe më të madhe, duke kuptuar se misteri që kishte trembur aq shumë kishte qenë një mësim I fshehtë për të përgatitur të ardhmen e saj. Dhe kështu, pas javësh frike, ankthi dhe dyshimi, Arbeni e kuptoi të vërtetën, Dadoja nuk ishte kërcënim, por një mbrojtëse misterioze, një udhëheqëse e fshehtë që po I përgatiste foshnjën për një fat të veçantë dhe të madh. Në atë natë, Arbeni ul pranë krevatit, duke mbajtur foshnjën në krah dhe duke falendëruar brenda vetes për durimin dhe vendosmërinë e tij. Ai kishte kaluar nga frika dhe dyshimi te besimi dhe qetësia, duke kuptuar se ndonjëherë misteri më I madh mund të jetë një mbrojtje e fshehtë dhe një dashuri që shfaqet në mënyra që nuk mund të shpjegohen plotësisht. Ditët pas zbulimit të misterit ishin të qeta, por të mbushura me një ndjenjë të thellë ndryshimi. Arbeni e kuptoi se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Ai e shikonte foshnjën me një dashuri edhe më të madhe, por tani edhe me një respekt të ri për atë energji që ajo mbante brenda vetes. Çdo lëvizje, çdo buzëqeshje e vogël kishte një dimension të ri, dhe ai kuptonte se ajo nuk ishte thjesht një fëmijë e zakonshme. Dadoja, nga ana e saj, u shfaq më e qetë dhe më e hapur. Ajo nuk kishte më ato lëvizje të fshehta dhe rituale që e kishin trembur Arbenin në fillim. Tani ajo punonte në mënyrë të hapur, duke I mësuar foshnjës disa gjëra që nuk dukeshin të zakonshme, por që ishin të padëmshme dhe të mençura. Një mbrëmje, Arbeni e pyeti me një zë të qetë: "Si e kuptove që foshnja ka këtë energji? Dhe pse unë nuk mund ta shihja më parë?" Dadoja buzëqeshi, duke e parë me një ngrohtësi të fshehtë. "Disa dhurata nuk shihen me sy, por ndihen me shpirt. Unë e ndjeva që ajo ishte e veçantë dhe e përgatita për të përdorur atë në mënyrë të drejtë. Nuk ka pasur asgjë të keqe, gjithçka ka qenë mbrojtje dhe udhëheqje." Arbeni e kuptoi atë çast se gjithë frika dhe ankthi I tij ishin pjesë e procesit të kuptuarit të fuqisë së foshnjës. Ai ndjeu një ndjesi lehtësimi dhe qetësie që nuk e kishte ndjerë për javësh. Ditët e mëpashme kaluan në një ritëm të ri. Arbeni mësoi të respektojë procesin dhe të bashkëpunojë me Dadon, duke krijuar një marrëdhënie të bazuar në besim. Foshnja e tij filloi të tregojë shenja të talentit dhe të aftësive të veçanta, reagime të shpejta ndaj situatave, perceptime të thella për ambientin dhe një ndjeshmëri që I befasoi të gjithë. Në fund, Arbeni kuptoi një të vërtetë të madhe: ndonjëherë ajo që duket misterioze ose frikësuese në fillim mund të jetë një formë e fshehtë e dashurisë dhe mbrojtjes. Ai e shikoi Dadon dhe foli me një zë të ngrohtë: "Falenderim që ke qenë këtu për të mbrojtur dhe për të udhëhequr foshnjën time." Tani e kuptoi se gjithçka kishte një kuptim. Dadoja buzëqeshi: "Çdo fëmijë ka një rrugë të veçantë. Unë jam këtu për të siguruar që ajo të ecë drejt së ardhmes me siguri dhe forcë." Arbeni e mbajti foshnjën në krah dhe përjetoi një ndjesi të veçantë, një kombinim dashurie, respekti dhe qetësie. Ai e dinte se rruga përpara nuk do të ishte gjithmonë e qetë, por tani kishte besim. Foshnja e tij ishte e veçantë, dhe ai kishte marrë mësimin më të madh: mbrojtja dhe dashuria mund të shfaqen në mënyra që nuk mund t'i shpjegosh plotësisht. Dhe kështu, pas javësh frike, ankthi dhe misteri Arbeni, foshnja dhe Dadoja gjetën një ekuilibër të ri, një marrëdhënie e ndërtuar mbi besim, respekt dhe mbrojtje të fshehtë. Misteri ishte bërë një mësim I çmuar, një përvojë që I kishte transformuar përgjithmonë.